Partia Socialiste degdisi shëndetësinë në gjendje të mjerueshme. Ilir Ali Mehmeti, kandidat për deputet i Partisë Demokratike, ka kritikuar ashpër situatën e shëndetësisë në Shqipëri, duke i quajtur atë se ndodhet në gjendje të mjerueshme. Ai theksoi se qeveria aktuale në drejtimin e Edi Ramës ka krijuar vetëm fasada dhe nuk ka arritur të adresoj problemet kryesore si mungesa e mjekëve dhe ilaçeve që ka nevojë qytetari i zakonshëm. Ali Mehmeti shprehu shqetësimin për menaxhimin e dobët dhe abuzimet që sipas tij ndodhin në sektorin e shëndetësisë. Ai tha se ka ardhur koha për të rritur buxhetin e shëndetësisë për ta dërguar tek 5% të produktit të brendshëm bruto, siç ishte premtuar nga Rama, por që aktualisht nuk është realizuar. Kandidati i Partisë Demokratike deklaroi se qeveria nuk ka përmbushur premtimet e saj dhe se janë të nevojshme 2 deri 3% më shumë të GDP-s për shëndetësinë. Ai gjithashtu theksoi se as arsimi dhe as shëndetësia nuk duhet të trajtohen me koncensione. Partia Socialiste degdisi shëndetësinë në gjendje të mjerueshme. Rama bën vetëm fasad, mungesën e mjekëve dhe të ilaçeve i quan qytetari. Kemi dhe keq menaxhim dhe abuzim. Duhet të shtojmë buxhetin në shëndetësi. Vetë Rama ka thënë se do të jetë 5% shpenzimi i GDP-s për shëndetësinë, por se sot nuk është edhe kryeministri nuk mbajti premtimin që ka dhënë vetë. Parat janë, shëndetësia ka nevojë për 2-3% më shumë të GDP-s. Arsimi dhe shëndetësia nuk jepen me koncesion, ka thënë Ilir Ali Mehmeti.